Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Pa Censur. I ftuar im sot është drejtori i Shkollës së Magjistraturës, ish prokurori i përgjithshëm Arben Rakipi, në një intervistë të pazakontë për të, që bëhet dhe më interesante për shkak të zhvillimeve në drejtësi. Zoti Rakipi gjithashtu ka kryesuar grupin e punës për një draft voluminos të kodit të ri penal. Zoti Rakipi, faleminderit që jeni me mua sonte. Faleminderit për ftesën. Përpara se të pyes për përmbajtjen e kodit të ri penal, ju e keni dorëzuar draftin voluminos prej më shumë se 950 nenesh në 1 nëntor të 2023-shit. Përse nuk është miratuar akoma? Mbase duhet shpjegoj pak historinë e fillimit të punës, ajo nxjerr logjikisht pastaj çështjen e kohës në cilën ishte supozuar të fillonte diskutimi publik lidhur me atë edhe ti përgjigjem pyetjes suaj. Grupi i punës është formuar me një urdhë të ministres Gjonaj, e cila synonte që kodi aktual penal pësonte ndryshime që shkonin deri në nivelin thelbësor. Grupi i punës filloi zhvillimet dhe qeveria ndërkohë u ndrua, u caktua një ministër tjetër i cili mendoi për shkak të programit të qeverisë në cilin ai bën pjesë të zgjeronte synimin e grupit punës për të filluar për bërë një kod të ri penal që do të përbënte objektin kryesor të mandatit të tij. Ky lloj ndryshimi në synim, në objektivin e grupit punës dhe të qeverisë, dyshoj se ka sjell paqartësi ndërmjet aktorëve ekzekutiv lidhur me çfarë përmbante projekti qeveritar. Afati kohor për ta dorëzuar këtë kod apo fillimisht ndryshimet e para ishte fleksibël dhe u ndryshuar her pas here. Dhe mbasi u caktua përfundimisht afati kohor që lidhe me tetorin e vitit 23, ende qeveria sipas dijenis time nuk kishte mekanizmat e miratura për ta orientuar diskutimi publik ndër të tjera disa çështje thelbësore të cilat janë edhe karakteri të thellë social apo edhe politik. Po thonë që qeveria është shmangur nga diskutimi? Sepse nuk ishte gati? Unë kuptova dhe kuptoj që ende nuk ishte gati sepse oponenca qeveritare që përfshin ekspertët e saj edhe ata të parlamentit, ende nuk ishte gati për ta përthithur projektin dhe për t'i bërë një oponencë përkundër grupit punës. Ndaj, kjo çështje u shty her pas here. Përpos saj, çështjet që lidhen me mënyrën se si miratohen ligjet e veçanta, kodi, në këtë rast ligjet e me 35, dhe pak mund të jetë një prej arsyeve. Tani, përtej kësaj gjëje që thash janë të gjitha në karakter objektiv dhe në shërbim të një diskutimi të shëndetshëm, unë kam parë edhe në një tendencë e cila lidhet me monopolizimin e kanaleve në për cilat kalojnë këto ligje të veçanta. Shpeshherë shfaqen interesa jo dhe aq profesional që duan që këto ligje të mund të kalojnë me nënshkrimin apo me vullin e tyre. Për mos përjashtuar pastaj së fundi, për mos përjashtuar edhe fakti që këto janë ligje mjaft të rëndësishme me shumë efekt në vend dhe biznesi në raport me procedurën e miratimit apo të hartimit tyre është një biznes jo për të neglizhuar. Zoti Rakipi, e keni fjalën për persona që duan të monopolizojnë procesin? Duhet të them këtë për ta mbyllur pyetjen, duhet të them këtë që Ministri i Drejtësisë aktuali ka thirrur një grup pune profesional për të përfunduar këtë projekt, siç ju e cituat, dhe ai grup pune ka punuar pro bono, ka punuar për shkak të impenjimit dhe devocionit dhe nevojës që ai grup pune kishte që Shqipëria të kishte një kod modern, një kod aktual të bazuar në tërë eksperiencat ndërkombëtare dhe në aktet, direktivat dhe aktet tjera të BE-s, të cilat lidhen me lëndën penale në tërësi. Dhe këtë kuptim, ai draft përbën mishërimin, rezultatin e të gjithë investimit
shumë vjeçar të atij grupi punës dhe eksperiencës që ai ka patur. Të këmbgul dhe njërë të pyetja që nuk një datë përgjigje, kush ka tentuar të monopolizojë një proces të tillë? Apo që duan të kenë patjetër firmën në të tillë, e kishte fjalë për parlamentin ndërkohë apo jo? Jo, ka një traditë në Shqipëri që lidhet me krijimin e projekteve lidhur me bërje ligjesh. Projekte në cilët marrin ekspertë të shquar ose të pashquar, marrin pjesë vendase të huaj dhe të gjithë paguhen. E thash, unë kam insistuar me forcë, do të qenë ditën e parë që jam emëruar në krye të atij grupi pune, që kjo punë do bëhet për nder të shtetit shqiptar falas, sepse kemi detyrim në specialistë të fushës, kemi detyrim të prodhojmë një akt i cili përfaqëson përposa ato standardet të arina, por përfaqëson të gjithë nevojën që ne kemi për të edukuar sistemin me një akt ligjor të arrirë. Unë kisha detyrimin 2 fish, dhe vazhdoj ta kem detyrimin 2 fish, sepse jam një prej lektorëve të lëndës penale në shkollë, dhe tëra të eksperiencë dhe tëra të detyrime që lidhen nga zhvillimi i kësaj lënde, i kam hedhur në letër dhe jo për të përfituar, asnjëherë për përfituar, po gjithmonë për të kontribuar, sepse domosdoshmëria e këtij ligji është ekstreme. Pse na duhet neve një kod i ri penal? Ju keni qenë bashkëhartues i kodit aktual penal. Tani ju thatë që jemi përshtatur akteve më moderne të konventave botërore apo të vendeve të tjera. Ka shumë arsye. Çështjet politike që ju përmendi, që rrjedhin nga detyrimet ndërkombëtare të Shqipërisë janë vendimtare sigurisht. Dhe këtu bëj fjalë për direktivat, bëhet fjalë për rekomandimet apo vendimet kuadër që Bashkimi Evropian dhe institucionet e tij kanë marrë në raport me ligjin penal. Ka 10 direktiva për 40, të cilat janë reflektuar saktësisht në kodin tonë penal. Një pjesë e tyre janë reflektuar për spari dhe të tjerat kanë qenë edhe në ato ndryshimet që kodi aktual ka psuar vazhdimisht. Kjo është e para. E dyta që është thelbësore, është thelbësore në raportin profesional të kësaj fjale, është sepse ligji penal është një ligj bazik në pikpamjen profesionale. Atje shprehen një ceksi e dukshme e aftësive të ligjshkruesve të asaj kohe, përfshi edhe mua, djaloshin 25 vjeçar të asaj kohe, dhe përredoj nuk mund që ndodhen më në këmbë. Ka pas koncepte të pa zhvilluara, ka pas koncepte që përplasëshin me njëri tjetrin, e përredoj kanë krijuar kaos në praktikë. Ne që shohim praktikën gjyqësore apo të hetimore me syrin e specialistit, jam në gjendje të flas për praktika të shumëfishta, praktika jo profesionale, dhe të gjitha vijnë jo për shkak sepse vetëm apo gjyqtari apo prokurori mund të ketë vese, por sepse ligji ka lejuar atyre të çorientohen në një kaos ligjor, duke i lejuar të zgjedhin pozicione edhe thjesht individuale. Nevoja për të bërë një ligj të qartë, me koncepte të stabilizuara dhe të cilat nuk lejojnë konfuzionin, ishte imediat. Po a nuk e ushtroni në këtë? Unë kam parë edhe kodin aktual edhe kodin e ri. Dhe sipas asaj që unë mund të kuptoj është që kodi aktual shpjegon shumë gjëra, shumë koncepte, është shumë i detaj kodi aktual. Kodi i ri shpjegon shumë koncepte, po. Ndërkohë që kodi aktual është lakonik, ndoshta dhe është më i thjeshtë për të kuptuar. Por këto detajime që ju i keni bërë kodit të ri, a nuk bëjnë që gjyqtari, për shembull, të mos i lini atë hapësirën për bindjen e tij të brendshme kur ai të marrë vendimarrjen, sepse ju i përcaktoni shumë gjëra gjatë kodit penal. Tani, kjo është çështje e teknikës legislative, ju keni drejt që e ngrini atë shqetësim. Kuptoj që interesi i gjyqtarëve është mishëruar në pyetjen që bëni dhe vjen mirë që ka një oponencë lidhur me këtë gjë. Jo, kjo është një konkluzion që e kam nxjerrë unë vetë. Po. Nuk e di a ju intereson gjyqtarëve kjo apo jo. Kjo është më mirë akoma sepse paraqitesh në nivelin e një penalisti të aftë. Kam mbuluar për rreth 25 vjet Komisionin e Ligjeve si gazetare. Kështu që e kam veshin shumë të thyer. Ndjes, ndjes. Tani, teknika legislative lejon dhe është avancuar në drejtimin që ne kemi paraqitur në kod. Ne duam që konceptet ligjore të jenë qarta
të kuptueshme, sigurisht të thjeshta, dhe të atilla që të mund të realizojnë implementimin, zbatimin e njëjtë të tyre në praktikë. Mungesa e qartësisë të konceptit në një gjuhë, siç ju përmendni, gjuhë lakonike, krijon kaos. Një gjyqtar mendon sepse kjo mund të interpretohet kështu, dhe një gjyqtar mendon ndryshe. Çështja e doktrinës, shkrimet e profesorëve dhe të akademikëve lidhur me mënyrën se si koncepti duhet të aplikohet, është çështja jo detyruese për gjyqtarët. Gjyqtarin e detyron ligji. Kjo ndërkohë krijon edhe efektin tjetër pozitiv që ne duam të krijojmë pavarësinë e gjyqtarëve. Një gjyqtar i cili ka një ligj të paqartë është thellësisht i manipulueshëm, sepse lëviz brenda paqartësisë ligji sipas shtytjes që ka, sipas ndikimeve të jashtme në qeverinë jashtë ligjit. Një gjyqtar që është i qartë për shkak të ligjit në kuptimin e konceptit, nuk mund të dalë përtej tij. Cilat janë risitë kryesore të kodit të ri penal, të draftit që ju keni dorëzuar? Risitë, ju lutem, të përqendrohemi aty ku ju thatë që qeveria ndoshta e ka pak të vështirë që të fillojë diskutimin për çështje që kanë ndjeshmëri sociale. Sepse unë kam parë që ju keni futur konceptin e eutanazisë dhe të legalizimit të prostitucionit, për shembull. Qeveria ende nuk është gati sepse ka kjo punë me kaq volum, ka nevojë për studim të thellë, ka nevojë për ekspertë serioz që të përpiqen të ndihmojnë të kontribuojnë në përmirësimin e projektit. Unë nuk them që projekti është perfekt, por për shkak të modestisë do të them është gati perfekt. Është i testuar në ekspertë që individualisht kanë punuar, kanë parë atë dhe mund të konfirmojnë që përbën një nga dokumentet më serioz të rajonit që lidhet me lëndën penale. Në Shqipëri po se po. Dhe të rejat janë pa fund, edhe kjo që sa po thash definicionet dhe koncepteve, një politikë penale në raport me dënimin që ka një qasje tjetër duke lejuar gjyqtarin në lirinë e tij për të gjetur pikasur dënimin e përshtatshëm. Hapësira ligjore krijon mundësi që gjyqtari të ketë alternativat e dënimit si synim parësor përkundër burgimit. Lehtësimi i burgimit në tërësi shihet jo vetëm si një humanizëm, por shihet si një nevojë publike për shkak të shkurtimit të shpenzimeve për mbajtjen e burgjeve. Pra ju po thoni që reflektuar këto shqetësimet që po diskuton sot politika. Prandaj them që politika ende nuk është gati, sepse pikërisht këto gjëra janë çështje politike, sidomos çështja e mirëmbajtjes burgjeve. Është shpenzim. Ndaj politika duhet ta shohë edhe në këtë pikpamje ligjin penal, edhe procedural që lidhet me arrestin, apo diun se çfarë. Ajo që unë dua të veçoj si një prej gjërave. Pra kodi nuk e ashpërson politikën penale, e lehtëson. Kodi favorizon veprat e lehta penale, favorizon në kuptimin e ka lehtësuar shumë dënimet në raport me veprat e lehta penale dhe personat të cilët kryejnë për herë të parë një vepër. Pastaj ata që lidhen me grupet organizuara apo përsëritësit, situata flet ndryshe. Ajo që unë dua të theksoj si një prej meritave të kodit është viktima në tërësi. Trajtimi i viktimës në tërësi. Ne kemi bërë kujdes, jo vetëm thjesht definicioni i viktimës për të qartësuar cili është, po për të gjithë të drejtat dhe mënyrën se si rikuperohet dëmi që është shkaktuar. Rikuperimi i kompensimi i viktimës është një prej çështjeve thelbësore që ndikon në ligjin penal në tërësi, po përmjet gjitha krijon hapësirë pajtuese në shoqëri. Nëse viktima do të kompensohet, do t'i njihet e drejta, qoftë ajo karakterit ekonomik përposë moral, unë them se paqja sociale në këtë vend do jetë më e sigurt. Kjo e thënë në teori është kollaj, po aksesi i viktimës në drejtësi është element jashtëzakonisht i rëndësishëm që përmbi të gjitha kërkon për të bërë i aplikueshëm kërkon një prokuror mendje hapur që të shohë viktimën si bashkëpunëtor. I kemi ne këta prokuror? Ne luftojmë që t'i kemi dhe shumë për tyre janë.
E kuptoj, do t'ju pyes pak më vonë për çështjen e prokurorëve. Por të sqarojmë pak këto konceptet e reja sociale që unë ju pyeta pak më parë. Është futur për herë të parë në Kodin Penal koncepti e eutanazisë, pra që jepet lejë dikujt të jap fund jetës së dikujt tjetër që është ndoshta në fund të jetës së tij. Kjo nuk është shprehur në mënyrë kështu të hapur, por kjo lidhet me konceptin e dhënies pëlqimit për të fsuar një dëm. Dhe në këtë koncept hyn edhe ajo që ju sapo thatë. Dhe kjo është një çështje jashtëzakonisht delikate e cila shtron detyrimin e qeverisë nëse do pranohet, e parlamentit. Nëse do pranohet, shton detyrimin e parlamentit e qeverisë për bërë një ligj i cili të rregullojë hollësisht mënyrën pastaj se si mund të realizohet kjo gjëja, kushtet, asistencën, pyetja ime e është të tjera. pse erdhët në këtë përfundim? Pse duhej kjo? A ka nevojë ky vend ta ketë këtë zgjidhje? Nuk e di, kjo është një dilemë e cila shoqëron shoqëritë shumë të civilizuara, edhe shoqëritë shumë të civilizuara. Këtu futet elementet moral, etik, human në njëra anë, futet elementet ekonomik në ana tjetër, futet elementet sociale mbi të gjitha, edhe mbi të gjitha futet elementet fetar që ngjizin edhe ato çështje etike që përmenda. Ndaj, diskutimi publik është shumë i rëndësishëm. Na është dashur ta paraqesim këtë gjë për diskutim, sepse legjislacionet përparuar e kanë pranuar. Realiteti ynë ka 10 raste të dykashme ku njerëzit kanë qenë në favor ose jo të kësaj zgjidhje. Nuk është çështje që mund ta zgjidhun asa grupi punës. Keni patur një konsulencë nga qeveria nëse ata janë ndoshta afër një pozicioni që mund ta pranojnë këtë? Përsëris, qeveria ende nuk është gati për ta trajtuar këtë gjë në nivel ekspertësh. Në nivel politik, pasandaj, unë them me logjikën e cila më udhëheq, mendoj që diskutimi politik do të fillojë mbas diskutimit teknik. Ende nuk janë gati. Edhe nuk janë gati as për çështjen e prostitucionit apo jo? Ju si ka mundësi që ju erdhët në një përfundim të tillë, kur nga një vend që e kriminalizonte totalisht prostitucionin, edhe shtëpitë publike, ju shkoni në të kundërtën, legalizoni prostitucionin dhe shtëpitë publike? Dikur po në TVSH, unë atëherë kam thënë dikur që prostitucioni të penalizohet e kështu me radhë, sepse kultura jonë ka qenë e tillë e cila kishte të pa lejuar këtë gjë. Sot, pas 40 vjetësh, mendoj që kultura jonë nuk e shmang, nuk e mohon në këtë gjë. Duam ne, rrethanat në këtë vend kanë ndryshuar, ky lloj fenomeni që është një fenomen social i rënd, një plag, do të thoja, në konceptin edhe pikpamjet e mia morale, është i tillë, po shtyn këtë strukturë ligjore shtetërore të bëhet i pranueshëm. Duam ne. Ajo që duhet respektuar është e drejta e gruas apo dhe burrave ta shijojnë vetë trupin e tyre, të mos shfrytëzohen. Shfrytëzimi i prostitucionit është i dënueshëm. E kjo është standardi është pranuar tashmë në shumë legjislacione. Në disa legjislacione, jo në shumë legjislacione, në disa legjislacione, legalizimi plot është vetëm në disa vende. Nuk e di ku të zhvilluar atë fakte. Fillon numri për të quajtur shumë. Shumë fillon mbi 20-30. Atëherë, për shembull në Europë kishte vetëm Gjermania dhe Turqia. Gjermania po. Kanë lejuar. Ka vende të tjera, të cilat konsiderohen me të vërtet plagë sociale, ashtu siç unë mendoj se është, por kjo është çështje për ta diskutuar. Dhe që do marrë një vëmendje shumë të madhe, besoj. Por ajo që më tërheqi mua vëmendjen është edhe ndryshimi që i keni bërë penalizimit të korrupsionit. Ju rrisni masën e penalizimit për korrupsionin, por keni hequr diferencimin mes funksionarit publik dhe funksionarit të lartë publik dhe të zgjedhur. Pse keni bërë këtë ndryshim? Kjo lidhet me bazën mbi të cilët zhvillohet kriminaliteti, e përrethoj zhvillohet dhe legjislacioni i cili i kundërvihet, a do të kontrolloj këtë lloj rivaliteti.
Përredhoj, logjika e trajtimit të këtyre fenomenave është e atill që sa më i zhvilluar të jetë kriminaliteti, aq më shumë ligji duhet marrë masa në mënyrë për ta frenuar atë. Kjo është logjika e përdorimit. Pastaj, në raportin ndërmjet zyrtarit tamë, zyrtarin për shkak të hierarkisë në cilën ndodhen, unë kam ca koncepte sigurisht të drejta, të cilat më shtyn në zgjidhjen që e rëndësishme është vepra e kryer. Niveli i përkatësisë në hierarkinë publike është e rëndësishme, por është dytësore. Nëse korrupsioni i nivelit A, pra si një specialist, si një sekretar i përgjithshëm, duhet të dënohen njësoj. Si një specialist, si një sekretar i përgjithshëm. Ajo është alternative gjykatës për ta zgjedhur përshëndaj në rastin tipik, por ligji duhet të shkojë logjikës që vepra është njësoj e rëndë. Me shpërdorimin e detyrës, keni patur një pozicion lehtësues, le të themi, keni ulur masën e penalizimit. Jo, nuk është ajo. Shumë rezultat. Në po ta shohësh kodin tërësi për veprat penale të cilat lidhen me detyrën, do të pikasësh 10 vepra të cilat në përmbajtjen e tyre lidhen me shkeljet e ligjit. Që ju i keni detajuar të gjitha, me prokurime publike i kanë parë me shumë, dhe krimet zgjedhore i keni detajuar të gjitha. Dhe përredhoj Por shpërdorja e detyrës e keni të fortë vetëm tek pjesa e Bashkimit Evropian dhe kur ai bëhet në një bashkëpunim, nëse nuk e bëj, te pjesa e fondeve të Bashkimit Evropian. Ajo është direktiva, është detyrim që vjen nga direktiva që fondet e Bashkimit Evropian duhet trajtohen më me kujdes, duhet kenë operatorët kujdes posaçëm, sepse lidhet me asistenca. Dhe asistenca, vjedhja e ndihmës së asistencës, shpërdorimi i saj është më i rëndë. Por shpërdorimi është qartësuar në raport me mënyrën objektive si kryet, shkelje e ligjit dhe dëmi i ardhur. Në ky lloj konfuzioni që vjen nga shekujt në raport me shpërdorimin e detyrës, uroj edhe besoj që nuk do të jetë më, sepse qartësia e dispozitës është e mjaftueshme, plus saj edhe dispozitat tjera që lidhen me shkeljet në detyrë kompletojnë tërë rezultatin. Pra në raport me dispozitat e posaçme, këto të fundit bëjnë që dispozita e përgjithshme ta humbë rëndësinë. Megjithatë, unë nuk mendoj që shpërdorimi i detyrës duhet largohet nga kodi penal. Zoti Rakipi, kemi harxuar një pjesë shumë të madhe të emisionit me çështjet e kodit penal, me sa duket ka qenë nevojshme, por ka një çështje tjetër që unë dua të trajtoj që ka të bëjë me integritetin e sistemit të drejtësisë. Dhe ju jeni në zemër të atyre që e krijoni këtë integritet duke prodhuar prokurorët dhe gjyqtarët e ardhshëm dhe të gjithë njerëzit e tjerë që marrin pjesë në sistemin e drejtësisë, duke qenë se jeni drejtori i shkollës së drejtësisë. Por së pari unë dua t'ju pyes sepse keni qenë ekspert i lartë kur u bë reforma në drejtësi. Një nga qëllimet e të cilës ishte dhe integriteti, arritja e integritetit të njerëzve që përbëjnë sistemin e drejtësisë. Pas 9 vitesh që është miratuar kushtetuta dhe disa prej ligjeve të rëndësishme, a shikoni që ja ka arritur reforma në drejtësisë qëllimit të saj? Kjo është pyetje që godet në zemër. Jo mua, sistemin. Ose cilësitë që sistemi duhet ketë. Sistemi ynë është dizenjuar në mënyrë pozitive, profesionale, mendoj, por ka një fushë jashtëzakonisht të gjerë për të zhvilluar në elementin integritet. Elementi integritet në tërësinë e tij lë shumë për të dëshiruar. Këtu bëhet fjalë për përmbajtjen e konceptit në të gjithë elementet e tij dhe po ta shohësh, po ta zhvillosh, sheh boshllëqe të cilat të ndikojnë drejtpërdrejt në mënyrën e punës. Domethënë, unë shoh lehtësi në shkeljen e rregullit, lehtësi në shkeljen e ligjit, shoh mungesë humanizmi, shoh mungesë interesi për të luftuar për të mirën publike, shoh shmangje nga trajtimi i gjërave thelbësore dhe marrje me element ansor. E keni fjalën për gjyqtarët dhe prokurorët apo dhe për institucionet KLG, KLP, gjykatë e lartë? Unë kam fjalën për gjithë sistemin, duke filluar nga shkolla jo. Ju më pyetët çfarë ka ndodhur në shkollën tonë lidhur me provimet.
sepse keni informacione sinjalizim. Dhe unë do të konfirmoj që po në shkollë janë përjashtuar 5 studentë sepse kanë kopjuar për gjatë provimit. Dhe kjo ka qenë një ngjarje pazakontë në shkollë dhe përjashtimi i tyre ka ardhur si rezultat i shkeljes kodit etik dhe integritetit cilët ne besojmë që magjistrati duhet të ketë. Shkelja e rëndë e cilësuar nga ana jonë ka reflektuar pikërisht atë dobësi që unë sapo thash. Një lehtësi me cilën trajtohet rregulli, ligji, duke mos dhënë shpresë që gjyqtari i jashtëm të ketë të lloj dinjiteti. Po çfarë ndodhi me një hetim administrativ që ju hapët për përjashtimin e 5 rasteve për kopim? Ne pikë së pari për shkaqe që lidhe me ditën e provimit konstatuam atë ditë që ndodhi kjo që sapo thash. Më pas, me qenë se gjërat u diskutuan me hollësi, verifikuam dhe raste të tjera të cilat përbëjnë në tërësinë e tyre përbëjnë një çrregullim në mënyrat formale se si u zhvillua një provim në këtë shkollë, por nuk gjetën bazë për të zhvilluar procedime disiplinore të tjera përtej atyre 5 parëve. E predhoi çështja u kufizua në marrjen e masave administrative përkundër personelit të shkollës, riparimit të mënyrës se si zhvillohet në provimet, rregullorja e provimit në shkollë dhe tjera elemente të cilët me siguri do të japin një garanci më të madhe korrektesës në mënyrën e ushtrimit të provimit në këtë shkollë. Në fakt, ata që e keni përjashtuar, juve ju bëjnë përgjegjës se ju keni diskriminuar në mënyrë pozitive të tjerë që kanë vepruar njësoj dhe kanë informuar shumë institucione vendat dhe të huaja për këtë çështje. Kjo është përtej zhargonit përditshëm që fat keq na njollos na shqiptarëve që thonë që mirë se kanë po mos ta ketë edhe ai, po është kjo atëherë është një arsye më shumë që ata s'duhet jenë gjyqtar përtej kësaj. Do të them që verifikimi i të gjithë asaj që ndodhi ka qenë jashtëzakonisht i kujdesshëm profesional dhe ne nuk kemi gjetur bazë lidhur me një procedim të mëtejsh. Nuk do vite keq të procedoja gjithë vitin nëse do të ishte ndodhur një rast të tillë. Janë tërësisht i angazhuar që çështjet e etikës, të cilët janë prioritare dhe integritetit, të mund të qëndrojnë të pastra dhe të forta në këtë shkollë. Çfarë thuhet është vetëm thjesht një shantazh që i bëhet gjykatave që janë duke shqyrtuar çështjen. Një shantazh që i bëhet shkollës për të lehtësuar qëndrimin ndaj atyre që u penalizuan dhe një shantazh që i bëhet po shkollës në pritje të provimit të ardhshëm të pranimit për këtë vit. Ky është mendimi im dhe besoj se shantazh nga ata të 5, kaq të fuqishëm atë? Jo, ka shumë interesa në këtë, ka njerëz që i mbështesin. Ata ende janë bërë gjyqtar dhe prokuror. Plagjatura në këtë sistem, përvetimi i titujve të akademik dhe kapërdisja me to kurse meriton, është një vesë dhe një sjellje shumë e parapër në sistem. Dhe unë prandaj këtu e shoh dhe arsyen përse integriteti i këtij sistemi duhet marrë seriozisht. Po, a mund të plitet që ka probleme integriteti i sistemit vetëm duke u nisur nga rasti 5 personave? Sigurisht. Domethënë të thuhet për gjyqtar dhe prokuror, antar të KLG-s dhe të KLP-s, që kanë lehtësi në shkelje ligji, kanë lehtësi, nuk janë humanist. Ju besoj se nuk më vlerësoni si një person që për 5 kandidat të figuroj karakteristikë. Pra për një flesh të djegësh organin, siç është fjala. Jo, unë nxjerr një shkas për të. Pra ky është një rast për të thënë që ky është fenomen. Çështja e zhvillimit të integritetit është çështje e gjithë pranore që do zhvilluar del në gjithë raportet e BE-s, edhe në projekt raportet e saj del që këtë nuk e kam thjesht si një dokument për të justifikuar atë që thash,
por thjesht për të mbështetur vërtetësinë e saj. Ta çojmë pak më tej problemin, duke qenë se integriteti mund të jetë diçka karakteriale, por që fitohet edhe aty ku bëhet shkolla në rastin në shkollën që ju drejtoni. A nuk e duket jo e drejtë që shkolla e magjistraturës është një nga ishulli i vetëm i sistemit të drejtësisë që nuk ka kaluar në vetting, pra që nuk u reformua kur u bë reforma në drejtësi? Personalisht jam shumë dakord që drejtori, pedagog të shkollës magjistraturës, bekat pedagog, të kalojnë në këtë proces dhe të verifikohen imësisht. Drejtori i shkollës, jo unë personalisht, po si institucion, është subjekt i deklarimit pasurive dhe i kontrollit vazhdueshëm të tyre. Unë personalisht jam deklarues dhe i kontrolluar që për vitin 2001. Kështu ishin gjyqtarët e prokurorët që u larguan nga vettingu? Vazhdoj të jem i qartë. Tani, kjo është çështje e ligjit dhe ka praktika gjyqësore të ndodhura në këtë vend, të KPK-s, të cilat pedagogët e shkollës nuk i kanë vlerësuar si subjekte të rivlerësimit. Megjithatë, kjo është çështje e normës. Pra nuk duhet kryer një reformë. A duhet një reformë në shkollën e magjistraturës? Vullneti ynë është ky. Dhe këtë kemi pasqyruar dhe në një propozim që i kemi bërë parlamentit, kur pati një iniciativë para 2 vjetësh, lidhur me këtë çështje që pedagogët e shkollës duhet jenë subjekte të shpreh të hapur qartë ligji, duhet jenë subjekte të rivlerësimit. Pedagogët e shkollës duhet të kenë mandat kufizuar. Pedagogët e shkollës duhet mos lejohen të merren me aktivitete fitimprurëse. Por ndërkohë ju keni pedagogë që nuk janë tërhequr nga vettingu, nuk e kanë bërë vettingun. Edhe kjo është çështje. Pra sa e moralshme është që dikush që refuzon të bëjë vettingun, të jap lëndë të rëndësishme për ata që formohen në të ardhmen si prokuror dhe gjyqtar. Ndaj ju përmenda, nuk ka patur kufizim në ligj që një ekspert i shkollës gjyqtar ose prokuror të punësohet në shkollë. Kjo është konfirmuar dhe nga një vendim i KPK-s, por ne, me qenë se kjo çështje është trajtuar publikisht, e kemi propozuar që edhe këtë çështje ta zgjidh ligji duke larguar nga shkolla të gjithë ata të cilat janë larguar nga sistemi apo janë shmangur vettingut pavarësisht arsyeve. Edhe këtë e kemi propozuar. Realisht, më duhet të shpreh me vërtetësi dhe drejt për drejt vullnetin e shkollës dhe këshillit ton drejtues, këshillit ton pedagogjik, të dy institucioneve të rëndësishme të kësaj shkolle që kërkojmë që standardi i përdorur në vetting të mund të përdoret edhe përgjatë rekrutimit të pedagogëve të shkollës. E për këtë nuk kemi asnjë dyshim. Do ta kishit bërë në fakt në 2016-ën. Ka patur në fakt në 2016-ën apo pak më vonë kur u miratuan të gjithë ligjet që u thanë që ekspertët e lartë të reformës në drejtësi, një nga cilët për shembull ishit ju dhe disa pedagogë të tjerë të shkollës së magjistraturës, nuk e bën këtë për të ruajtur veten brenda shkollës. Këto janë fantazira, janë në dashakeqësi me të cilën një grup jo i vogël njerëzish u përpoqet të ndotin ekspertët e reformës në drejtësi për shkaqe se lidheshin me zgjedhjet që ata bën më shumti për vettingun. Me qënë semi të integriteti, mund të më sqaroni një rast konkret. Ju vjet nuk keni patur vetëm këtë problemin me ata 5 personat që u përjashtuat nga shkolla, por dhe me çështjen e provimit, kur u prish pajisja e skantronit që kontrollon në mënyrë elektronike provimet. Ka një çështje të hapur prokuroria e Tiranës sepse studentët e çuan çështjen atje, e çuan në SPAK, po SPAK-u se mori përsipër. Ju ka thirrur ndonjëherë prokuroria për këtë çështje? Çështjen apo është pushuar? Çështjen nuk e çuan studentët. Çon një shoqan. Një baba studenti. Po. Nuk e di kush e çoi, nuk e di, por studentët nuk kanë çuar sepse studentët ne i qartësuam, i ballavaquam një për një të gjithë studentët që aplikuan në atë provim, i sqaruam një për një përpara kamerave dhe realizuam bindjen e përbashkët që rezultati është ky apo ai. Është një fakt sigurisht i padëshiruar, por një defekt teknik i cili ndodh.
në zhvilluar me time në atë periudhë dhe rezultati e timit ishte që letra e përdorur ka qenë jashtë standardit. Tani, historitë më tej për letrën, unë s'dua të zgjatem, por dopi gjashta mbeti tek Tek Askushi, tek letra. tek unë. A tek ju. Dhe E qoni dopi gjashtë me qenë se ju jeni personi që do të duhet të hetojnë. administratori i provimit. Dhe letra shkaktoi, ishte e palexueshme në nivelin e 4%-ve dhe shkaktoi atë defekt, i cili u riparua me punë duke analizuar përgjithësinë e studentëve në pranitë të tyre, në pranitë e kamerave dhe çdo gjë është regjistruar. Lidhur me çështjen që thua, unë nuk di, a ka apo s'ka çështje, deri më sot nuk jam vënë në dieni dhe nuk jam edhe i thirrur, nuk jam. Qartë. Për fat. Po, do me thënë, është pushuar çështë apo s'keni timi për këtë? Këtë që thash, ju mund ta interpretoni si një tregues i influencës sime në sistem. T'ju Por të pyes siguroj që nuk është kështu. T'ju pyes për influencën e sistemit në fakt se kemi të i kaluar çdo minutazh. Thuhet që ju keni një influencë shumë të madhe në SPAK, se për shkak të njohjes tuaj personale me kryetarin e SPAK-ut, Altin Dumani. Është e vërtet? Tani kjo është një banalitet që vjen nga shumë arsye të cilat lidhen me alibira që njerëzit duhet i krijojnë pozicionet e tyre edhe për të vetë pozicionuar si viktima. Dëgjoj, unë kam qenë një prej ideatorëve të krijimit të këtij institucioni, sepse përgjatë punës time dikur formova eksperiencën që grupet e përzgjedhura të prokurorëve janë më të vullnetshëm apo më të aftë për të luftuar në nivel kombëtar një lloj krimi. Dhe këtë praktik e ngjiza, vërtet e ngjiza, hodha një farë të mirë në krijimin e kësaj strukture e cila më vjen mirë ta them që po lulëzon. Edhe në këtë pikpamje, ky mbase trashe thënë mund të jetë ndikim. Por është ndikim i mirë. Tani, a unë ndikoj në sistem? Ndikon? Ja ta them. Tani, çështja e parë që do të them është çështje që lidhet me ndikimin social në tërësinë dhe veprimin njerëzor dhe të gjithë ndikojmë te njëri tjetri. Qoftë në mënyrë si flasim, qoftë në mënyrë se si shkëmbejmë, qoftë në mënyrë si vishemi, e të tjera. Për dhoj, ndikimi është element njerëzor dhe është i papërjashtueshëm. Kjo është e para. E dyta, që lidhet më konkretisht tani me unë ndikoj në sistem sepse jam model për të ndjekur. Më falë që dhe heqë dorezat e modestisë, mos më merr si cënim, autocënim të integritetit, por nëse nuk i them të gjëra, nuk do jemi kuptuar. Unë jam modeli për të ndjekur për shkak të integritetit të lartë që përmban personaliteti im, ndershmërisë në marrjen e vendimeve, aftësive profesionale të larta që kam, dhe mshurisë madhe për viktimat, humanizmin i cili më shoqëron përgjatë gjithë kohës, patriotizmin e madh që më karakterizon dhe dashurinë pafund për këtë vend edhe për sistemin e drejtësisë. E përredhoj do ishte e zgjuar, e mençur, dobi prurse, përfituese për cilin doj që më ndjek. Kam dhe një arsye tjetër që të kem ndikim në sistem për shkak të kësaj detyre që bëj. Ne zhvillojmë trajnime pafund në këtë shkollë, 1/3 e cilës i përmbahet integritet, etikës e integritetit. Është një nga objektivet e trajnimit si sistem që të ketë ndikim në pjesëmarrësit e tij, se përndryshe trajnimi është i kotë. Dhe nëse unë kam ndikim, përveç asaj që thash, do të ishte edhe realizim i nivelit më të lartë të pranuar nga standardet e BE-s për efektin që duhet të ketë trajnimi në sistem. E përredhoj dhe Të sqarojmë ata që ju trajnoni prokuror dhe gjyqtar.
Dhe Edhe këta të spakut. dhe Pas je kanë bërë trajnim. sidomos për të element që përmenda, ata kanë zgjedhur, ata që janë të mençur, ata që janë shpresë e këtij vendi, ata që duan të shërbejnë sistemit dhe njerëzve kanë zgjedhur të më ndjekin mua. Me këtë nuk dua ta vë veten në nivelin e profetit apo të predikuesit, por në nivelin e një personaliteti me integritet, dua të vetë paraqiten tani pa doreza si i tillë në mënyrë që të gjithë të këqinjt, dashakeqësit apo nuk e di si t'i quaj, të mos lodhen kot për të më ndryshuar, apo shantazhuar, apo për të më larguar nga ky pjedestal në të cilën më ka dhënë puna, energjia, sakrificat që kam bërë dhe kolegët që më njohin. Po ju shantazhojnë aktualisht? Dëgjoj. Baltosja e cila ka histori të gjatë që lidhet pikërisht me luftën e të mirës ndaj të keqes ose e keqes kundër të mirës, vazhdon. Dhe unë Baltosjen përveç se shantazh për të larguar nga punët, nuk e quaj ndryshe. Nga ju vjen kjo, e dini? Vjen nga e keqja në tërësi. E keqja ka emër gjithmonë. Për fat keq, ky vend nëpërmjet mekanizmave objektiv, siç është parapja e lajmit, ushqehet nga mëngjesi në darkë me gënjeshtra, me të pavërteta, me intriga, me dashakeqësi e cila në fund synimin e ka të ndot individët të nëpërkëmbë institucionet mos i leja ata për të bërë punën dhe detyrën e tyre. Ndaj e vlerësoj si një keqe. E kjo është edhe për arsyeve që raporti me media në tërësi është pak I tërhequr. është pak i kufizuar sepse më shqetëson shpeshherë deformimi i fjalës apo përballja me të keqen cilën duhet ta luftoj jo me fjalët e mia, jo me agresivitetin tim që se kam, por duhet ta luftoj me punën time e cila nuk bëhet atje përballë saj, por bëhet këtu gjithkund. Zora Rakipi duhet Pra, duhet thoya këtë që influenca vjen për këto arsye, jo pse unë jam drejtori i shkollës magjistraturës, jo pse jam ish prokuror i përgjithshëm i këtij vendi, jo pse jam avokat apo ku diun se çfarë. Vjen për shkak të atij pjedestali në cilën ndodhem që ta përmenda. Po, në fakt Edhe një herë nuk duhet të kishe kushtuar aq shumë kodit penal se sa kësaj pjesë. Edhe një herë për dorezat që hoqja, por për ndryshe dhe isha realisht i pakuptuar dhe mbase ka ardhe edhe koha për të thënë sa gjëra. Duhet jeni në një pozitë delikate përderisa po i thoni këto gjërat, por ndoshta koha e sqaron këtë çështje. Të rrit pak të pjedestali që ju thatë dhe kjo është pjesa e fundit fare e intervistës. Ndoshta ju baltosje quani disa lajme apo akuza që kanë dalë në media dhe nga ana e partive politike të opozitës që thonë për ju se ju keni shkelur ligjin kur jeni komanduar si drejtor i shkollës magjistraturës, pasi ju keni patur dhe aktivitet tregtar. I komanduar kam qenë, i komanduar. Por dhe kur jeni emëruar. Nuk kam qenë drejtor, kam qenë i komanduar. Po, i komanduar. Nuk quhet. Për edhe s'kam qenë drejtor, s'kam qenë i komanduar. Kjo është e thjeshtë për të kuptuar në pikpamjen administrative, por unë asnjëherë nuk kam ushtruar avokati në pozicionin kur kam qenë qoftë edhe i komanduar si drejtor i shkollës magjistraturës edhe pikë ligjin se kam shkelur, s'm ka shkuar ndërmend ta shkel ndonjëherë. Jo mund mos ta keni ushtruar avokatin, por ndërkohë mund të keni përfituar nga aktiviteti tregtar i studios suaj ligjore. Studioja ime ligjore është në emër tjetër kujt. E kam fjalën për kohën që ju u emëruat. Po pra. Po, sepse ju aksionet i keni patur atje. Studio ime ligjore është në emër tjetër, studio ime që kam formuar është në emër tjetër kujt dhe ligjërisht i përket tjetër kujt. Aktualisht. Aktualisht dhe në çastin kur unë jam emëruar, unë kam dhënë dorëheqjen përpara emërimit nga ushtrimi i profesionit avokatit. Qartë. Pra, studio ime ligjore ju merrni si periudhë është dërguar tjetër kujt. Qartë. Ju merrni si periudhë të ushtrimit të funksionit tuaj ditën e emërimit apo ditën e komandimit?
Ditën e mirë, patjetër. Qartë dita e rekomandimit nuk e përfshine. Jo, patjetër që jo. Okej. Përveç fakti që nuk kam ushtruar avokati. Po flasim për pjesën formale ligjore tani. Unë jam tërhequr formalisht nga ushtrimi i avokatisë përpara se të emërojmë drejtorin e shkollës. Dhe për çështjen e akuzave të konfliktit të interesit? Dgjoj, çështja e interesit e konfliktit të interesit çështje në dukja apo çështje konkrete. Në këtë rast të duket si të doj, familjarët e mi kanë të drejtën kushtetuese natyrale që të punojnë, apo jo, sipas formimit që kanë. E përdoj, unë si familjari i tyre nuk mund të pengoj kërkon si çdo baba tjetër, nuk pengon kërkon ose çdo bashkëshor tjetër, nuk pengon kërkon nga familja e tij për punuar. Rëndësishme është që konflikti konkret i interesit mos ekzistojë. Ose nëse ekziston, ju ta keni deklaruar interesin tuaj privat. Ose nëse do të s'ka, nuk ka. Ka një gjë të tillë, po Po thonë. s'ka, nuk mund të ketë. Do më Nuk mund jepni të ketë. që ta mbyll intervistën e qetë. Do më jepni një përgjigje të fundit për atë që u pyeta pak më parë konkretisht. Ju keni një miqësi me Arletin Dullanin dhe Antikonit tek ai? Në vendimarrje? Tani, unë njoh 99.99% të djemve dhe vajzave që punojnë në sistem. Për të cilëve, rreth 50% i kam emëruar unë. Po flasim për prokurorin tani. E përdoj... Keni qenë prokuror i përgjithshëm. Po. Dhe ajo fara për cilën të fola, mbas e lidhën dhe me këtë gjë që më pyet. E përdoj të identifikosh Arletin Dullanin si mikun tim më duket e qëllimshme për të deformuar pikërisht për ta çuar në një kanal keq dashës insinuatën që kjo njohje është e posaçme sepse ky zotëri aktualisht bën një detyrë posaçme. Unë jam mik i shumë personave, mik në kuptimin përtej asaj që i kam emëruar unë. Sepse jeta më ka lidhur me disa më shumë se me disa të tjerë, siç ndodh kujdo. Por në asnjë rast, në asnjë moment, nuk është lidhur kjo misi për raste apo çështje të cilat përbëjnë lëndën e punës sonë, as të ti, as timin. Sigurisht që unë me të ose me të tjerë, atje ose tjetër kund, flasim për ditë për çështje ligjore, siç flas me gjyqtar që frekuentojnë shkollën, apo prokurorë që frekuentojnë shkollën, sepse kjo është lënda e punës sonë, trajnimi këtë përmban, dhe këto gjëra janë ushqimi ynë i përditshëm. Po kjo nuk do të thotë asnjëherë që ai, unë ose tjetër kush, kur merr pjesë në këtë bisedë, mund të ndikohen apo të nënshtrohen një opinion i cili në mënyrë të veçantë mund ta kemi për vendimarrjet e secilit. Kjo është afërmendshëm. Unë do t'ju siguroj që ai zotëri ka një prej cilësive të personalitetit tij ka pavarësinë. Dhe integritetin? Ka pavarësinë. Pavarësisë ka pa integritet apo jo? Dhe pavarësia që ai përmban dhe dëshira e tij për ta paraqitur atë është garantuese edhe për mungesën e influencave të gjithkujt. Zoti Rakipi, unë ju falenderoj shumë për intervistën. Ju falenderoj ju. Së bashku do të shihemi të premten e ardhshme. Natën e mirë.